ka pas shumë presion nga Serbia, nga kundërshtarët e pavarësisë së Kosovës. Ne kemi qenë të informuar me kohë, të njoftuar. Sa i bjen që kjo me kohë, se atëherë shumë ka qenë e rëndësishme kur e ki ditë. Sa me kohë, publik, një muj për para, një javë për para, 2 javë për para? Me kohë, kuptimin asaj të nevojshme që kemë bo planifikimit të duhur dhe të nevojshme të angazhimit sot mundesh me na kallzu, 14 vjetë kanë kalu. Po kemi qenë diku 2-3 ditë, po kam mjaftuar jo për të pregaditur, për të planifikuar dhe parapart të gjitha masat e nevojshme në rrethana të çfarë do të ndodhin. Po, veç po më kujtohet ftoft i madh. Bashkë po më intereson, a ka hi në kalkulimin e juj si polic edhe temperaturat? Shumë gjana, ka herë, thuën që duhet me ndodhë kur planifikohen ose friksohen për trazira, duhet me ndodhën të ftoft. A u zgjedh një kohë ftoft me shpallë pavarësinë? Pavarësisht ka kohë ftoft, ata që kanë qenë të angazhuar e ka ditë pse janë të angazhuar, dhe ata kanë qenë shumë krenar dhe të lumtur që shërbejnë në ato momente historike të vendit tonë dhe nuk e kanë Unë nuk dyshoj në krenarinë e juj, po të pys, a ka lujt qysh o vendos për qatë ditë? Qysh o vendos bashkë qatë ditë mu shpallë? Qfar kritere, analize ka ndodhë, atë kujtohet, për mu vendos qajo ditë? A ke qeni përfshim që ato muhabete? Nuk kom qenë, por kom qenë njoftuar. Nuk ka qenë niveli im ku unë kom marrë pjesë në, por normal që kom qenë njoftuar me kohë, ju thashtë se datën, për afërsisht dhe kohën, kur do ndodhë. Ka qenë ditë e dillë, sa di unë, me kujtohet shumë fare mirë. Ka qenë ditë e dillë për shumë arsye, e di edhe nga aspekti sigurisë, nga aspekti shumë gjonave tjera, sepse edhe atëherë, ka pas shumë presion nga Serbia, nga kundërshtarët e pavarësisë së Kosovës, se mos të ndodhë, ndaj dita e dillës zgjedh për të mundësuar ma letë që ajo të ndodhë dhe kuptimin pavarësia e Kosovës u shpallë në, sa më kujtohet më dikur në ora 15, nuk e di saktësisht tash. Interesant, që në aspekt sigurisë kallzon pse dilja, tu e di që njerëzit janë punë. Kush do me dalë me bofe sot, e ka ma le dillën është ta? Edhe njerëzit parafërsisht kanë qenë të informuar dhe ju e dini rrugë të Prishtinës dhe qytetit bulevardet kanë qenë me plot qytetarë të cilët kanë manifestuar dhe ka qenë shumë, për të thonë, dinitoz në aspektin asaj. E kemi po, ajo kejt çka o po, për jush po më intereson çka so po. Qa kanë qenë tensionet që jeni mundu me i shkarku, menaxhu prapa skenave të festimit që i kemi po? E di që tensione ka pas, aja s'na ka zbrap sfare, as fare s'na ka zbrap, për kundërshtarisht na ka mobilizuar që vërtet të shërbejmë dhe të jemi në kuptimin asaj vigjilent në aspektin asaj, sepse ne kemi pas edhe kërcënime dhe jo thamë, në atë kohë, unë kom pas dhe njoftim me kohë, që pjesësart e shërbim policot Kosovë atëherë të komunitetit sërb do të praktisin shërbimin. E kem ditë, kem pak signale, edhe e ndodhe vërtet ashtu si ndodhe. Ndaj, qysh ma heret, na kemi bo planifikimin edhe mungesën e tyre, dhe mbulimin, për thomë, e aty në pjesë ku është shumica sërbe dhe në aspektin e sigurisë edhe atë elemente kemi pas gjithë parasysh. Andaj, për jo thomë, kem pas kontaktet e vazhdueshme me faktorin ndërkombëtar, mbi të gjitha me KFOR-in në aspektin e sigurisë, por ne kemi bo detyrat tona